që për disa muajve do moni brenda një muaj të kohë. Sa ditë zgjatë, ka një muaj dhe kur Po, ka ndodhur që të muaj më gjatë rreth një ditë, kështu që po sigurisht që është një proces kompleks në cilin ne po bisedojmë gati se më kisha thënë spaku një herë, dy herë në javë. Këtë javë kishim takimin e fundit dhe për edhe brenda javës, më thonë deri në fund të javës është parapar takimi i radhës. Bisedohet edhe për çështjen e leadershipit, por edhe për çështjen e strukturimit të vlenit deri në, domethënë, komplet si një strukturë politike. Po edhe njerë po e them, pra nuk është një çështje thjesht që me një vendim administrativ të kryetarëve do të ishte zgjidhur, duke pasur parasysh edhe faktin që bëhet fjalë për spaku 4 subjekte politike, plus edhe vetëvendosja si pjesë e vlenit, që po ashtu bëhet fjalë për një koncept politik që duhet inkorporuar brenda vlenit. Së fundmi kemi pjesë të vlenit edhe lëvizjen Arbëria, pra ne duam që gjithë këto të inkorporohen në idenë e vlenit, për më shumë që duam që kjo të jetë edhe një mundësi e hapur edhe për individ të tjerë apo faktorë të tjerë të rëndësishëm që edhe ato të shohin pjesën brenda vlenit. Pra nuk duam që në mekanizma administrativ ta mbyllim çështjen e vlenit, të zgjidhim problemet se kush do të jetë lideri, si do të jetë ndarja poshtë dhe kjo të jetë mbyllja apo përfundimi i idesë së vlenit. Pra ne duam me idenë që dhe me konceptin që do ta ndërtojmë, kjo do të jetë hapja e vlenit edhe për gjithë aktivistët brenda subjekteve politike, por edhe ata të cilat duan që të kyçen në politikë dhe të jenë pjesë e vlenit. Jo, ende jemi në konsultim që kemi personin adekuat. Jo, nuk kam informata tjera jashtë asaj që ai dha publikisht, se përse ka vendosur që të tërhiqen nga pozita e zëvendësisë. Kanë kuvend dhëna se me lidhje me liberatin, nuk ka çfarë, vetëm ka kuvend dhëna se ky ligj paraqet bashkimin e Lejonit të mbyllet kurtëja. Ligji është në debat publik, është domethënë në webfaqen e qeverisë, si do duhet të jetë i organizuar arsimi i lartë që të rritet kualiteti. Patjetër që ka pasur në vazhdimsi debate për atë se si mund të organizohet arsimi i lartë në gjuhën shqipe, që mos jenë universitetet e gjuhën shqipe në fund të gjitha listave të rënditjes, a do të jetë një, a do të jenë dy, a do të profilizohen, apo do të organizohen kështu si janë, por të rritet kualiteti, është çështje e debatit, nuk është çështje që zgjedh ligji, por është çështje e cila do duhet të zgjidhet në një bashkëbisedim me të tre universitetet, me sigurisht me profesor, me akademik, me ekspert lëmis, me vetëm qëllim që këto universitete të rritin cilësinë dhe studentët që dalin nga këtu të jenë të përgatitur për sfidat që i presin. Jo, thash edhe një herë, pra ligji më thonë që të organizoj më mirë arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut, që të rritet kualiteti, sepse ka vërejtje për gjitha universitetet, nuk është ligj që përcakton se a do të ketë një universitet, a do të ketë më shumë universitete. Çështjen e numrit të universiteteve, do zgjidhet në një debat tjetër që nuk ka të bëjë drejt përse drejti me ligjin. Pra, në këtë rast, universitetet në gjuhën shqipe janë ata të cilat në bashkëpunim edhe me pjesën tjetër të shoqërisë do të vendosin se si do të organizohen. A do të jetë një, do të jenë dy, do të mbetën tre, do të jenë të profilizuara. Ideja është që me çdo organizim dhe riorganizim të arsimit të lartë edhe në gjuhën shqipe, por në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut të rritet kualiteti.
Që janë informatat që I kam mbram deri vonë qeveria ka mbajtur apo komiteti për implementimin e do të thënë agjendës reformuese në krye me kryeministrin dhe punohet intenzivisht që gjitha vërejtjet apo gjitha kërkesat që kanë të bëjnë me procesin eurointegrues të përshpejtohen. Afatet kohore gjithmonë ekzistojnë, përderisa ka një marrëveshje të nënshkruar dhe ka obligime të marra. Por ajo që është me rëndësi të potencohet që do të, do thonë, ky si proces është I ndërvarur edhe me zhvillimet jo vetëm në Shkup, por edhe në Bruksel dhe në Sofje. Ne dim që tani më Sofja shkon në zgjedhje të parakohshme, pra çdo zgjidhje e këtij problemi në veten ngërten edhe një, do kisha thënë, marrëveshje edhe me Sofjen se si më të jetë procesi I integrimit, sepse procesi I ndryshimeve kushtetuese dhe futjes së komunitetit bullgar ka të bëjë drejt për së drejti me vazhdimin e procesit eurointegrues. Nëse ne nuk kemi ndonjë situatë më të qartë se do të vazhdojë me intensitet më të lartë ky proces, do të jetë më e vështirë që të gjenden numrat në kuvend për të bërë ndryshimet kushtetuese. Një çështje shumë aktuale këto ditët e fundit është edhe kërkesa e studentëve për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, për çka kanë reaguar institucionet, partitë politike, ndërkaq që dje Ministria e Drejtësisë thashë domethënë që provimi nuk mundet të bëhet në shqipe, por vetëm në gjuhën maqedonase. A është domethënë kjo edhe qëndrimi I partnerit në qeveri I vlen në këtë rast, edhe çfarë do të bëni ju konkretisht ndoshta për ta zgjidhur këtë çështje, sepse para 2 vitesh, domethënë Ministria e Drejtësisë e dorëzoi një propozim ligj I cili parashikon tenent të veçantë në ligjin për jurisprudencë që provimi krahas gjuhës maqedonase të mbahet edhe në gjuhën shqipe, mirëpo përbërja aktuale parlamentare e hoqi këtë nga rendititës edhe ai propozim ligj nuk u diskutua fare. Është një çështje në vazhdon e implementimit të ligjit të gjuhëve, sigurisht që është një problematik e ngritur nga studentët, e cila kërkon zgjidhje. Ne jemi në bisedim në kuadër të qeverisë që edhe këtë çështje si shumë çështje tjera ti zgjidhim, po ashtu edhe këtu nuk është që ne bëjmë zhurmë apo bujë të madhe në opinion, por ajo që mund të garantojmë që kjo çështje do të zgjidhet në interes të studentëve, përderisa gjithë procesi, do thënë, edukativ arsimor shkon në gjuhën shqipe deri në universitet, sigurisht që edhe këto provime profesionale duhet të ketë mundësi që të mbahen krahas gjuhës maqedone dhe në gjuhën shqipe.